Situata mes Ludo Le dhe Hygertës ka marrë vëmendje të madhe gjatë praimit të fundit, duke zbuluar edhe një herë tensionet e fshehura që kanë zier prej ditësh mes tyre. Gjithçka nisi me një deklaratë që u komentua gjatë në studio dhe në rrjet, ku Ludo u shpreh: "Ka pjesa e burrit, i kërkoj falje se po kërkon dashuri", një fjalë që u interpretua si thumb, si ironi, por edhe si një përpjekje për ta kthyer situatën në favor të tij para publikut. Kjo deklaratë nuk kaloi pa reagim nga Hygerta, e cila u shfaqe vendosur për të mos e lënë pa përgjigje. Ajo e akuzoi Ludon për një sjellje të përsëritur brenda shtëpisë, duke lënë të kuptohet se marrëdhënia mes tyre ka qenë e mbushur me tension dhe keqkuptime. Ludo ka një dëshirë shumë të madhe që t'ia bësh rrafsh. Kur nuk i bën komplimente, të sulet. "Nuk ka argument për të thënë se jam xheloze", u shpreh ajo, duke hedhur poshtë idenë që reagimet e saj lidhen me xhelozi. Sipas Hygertës, problemi qëndron te nevoja e vazhdueshme e Ludos për vëmendje dhe validim, ndërsa ajo pretendon se thjesht ka reaguar ndaj situatave konkrete dhe jo ndaj emocioneve personale. Nga ana tjetër, Ludo është përpjekur të tregojë se ka ruajtur raporte të mira me banorë të tjerë, duke përmendur emra si Klodi, Londrimi dhe Eliona, si për të theksuar se përplasja me Hygertën nuk është modeli i tij i zakonshëm i marrëdhënieve në shtëpi. Debati mes tyre solli një përballje të drejtpërdrejtë, ku të dy tentuan të sqarojnë qëndrimet, por pa arritur në një pikë të përbashkët. Edhe pse toni në disa momente u zbut dhe pati përpjekje për ta ulur tensionin, dallimet në mënyrën si e shohin njëri tjetrin mbetën të thella. Ata pranuan se kishte pasur keq interpretime, por asnjëri nuk u tërhoq nga thelbi i akuzave. Kjo përballje la të hapur një raport që duket se do të vazhdojë të prodhojë dinamika edhe në ditët në vijim, duke e kthyer marrëdhënien e tyre në një nga pikat më të forta të diskutimit brenda shtëpisë. Publiku tashmë është i ndarë. Disa e shohin Ludon si të drejtpërdrejtë dhe emocional, të tjerë mbajnë anën e Hygertës, duke e konsideruar reagimin e saj si mbrojtje ndaj presionit. Një gjë është e sigurt, mes tyre historia nuk është mbyllur ende. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.